Mirë, si që përmënda do të ndalemi tek procesi i regjistrimit apo i tokës, i ndarjes së tokës me anë të ligjit 7501, se si ka shkuar ky proces dhe cilat janë problematikat e evidentuara që mbajnë peng le të themi finalizimin e tij. Juliana Hoxha, avokate, është bashkuar me mua. Përshëndetje, mirë se erdhët. Na si qeni me ne. Ndërkohë do të kemi siç nuk ka ndodhur në fakt herë tjera, por kam dashur që t'ju jap, le themi, në këtë emision sot hapësirë edhe një pronari, le themi, nisur nga fakti që ne kemi komunikuar përmes rrjeteve sociale dhe ka parashtruar problemin lidhur me regjistrimin e tokave me 7501. Kam kënaqësinë që të kem zotin Fadil Vucaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që jeni me ne. Edhe imja, faleminderit. Zoti Vucaj, e kam vlerësuar shumë edhe le themi shqetësimin që ju keni ngritur lidhur me regjistrimin e tokave me 7501. Pa diskutim ka rëndësi për faktin që rasti juaj mund të jetë edhe rasti i dhjetra familjeve që përballen me këtë problematik. Me faktin që mund të jenë pajisur ose jo me aktin e marrjes së tokës në përdorim dhe ende sot nuk e kanë në duar tapin apo dokumentin e pronësisë. Unë dua të ndalemi pak tek specifika juaj për ta trajtuar pak edhe me avokatën që kemi në studio, se në çfarë faze është ky proces dhe cilat janë, le të themi, specifikat apo problematikat që janë hasur gjatë kësaj rruge për, le të themi, finalizimin e tij. Po, faleminderit. Edhe një herë më lejoni të falenderoj për këtë mundësi që po më jepni. Problemi im është i tillë. Unë kam një akt notarial. Dhe këtë akt notarial dhe në zbatim të ligjit 111-2018 për kadastrën, me jep të drejten që të shkoj nëpërmjet i Albenjës dhe të bëj regjistrimin fillestare. Edhe unë këtë bëna, mora këtë aktin notarial, u futa nëpërmjet i Albenjës, paraqita gjithë praktiken. Qa ishte ajo praktika? Ishte akti notarial, planvenosja e tokës që unë kam ble, erdhën nga zyra e hipotekës të ish bashkisë tokës, akti i marrjes së tokës në pronësi, dhe certifikata personale e personave të cilët me shiten trullin të token. Edhe unë i mora dhe i dërgova gjithë, u pranunen nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore e Durrësit. Në këtë moment, filloi procedura. Në procedurë, ata po më kërkonin dokumentet të tjera. Fillimisht më thanin duhet plani i rivelimit. Jo dërgova. Pra fillova të kem një korrespondencë shumë të saktë dhe bazuar në një procedurë që ata kishin përcaktuar. Dhe mbas disa procedurave dhe mbas disa shkembimit të korrespondencës, dërgova gjithë dokumentat që ata më kërkunin. Dhe unë mbylla këtë çështje me ta dhe në fund dërgova dhe gjithë dokumentat në zbatim të këtij ligji, i dërgova në rrugë postare. Dhe atje u plotësu dosja sipas ligjit, digjitale dhe shkretore. Dhe unë tani isha duke pritur të më vinte përgjigja për të më dhënë certifikatin e pronësisë, për të më dhënë kartelin, për të më dhënë edhe hartën kadastrale. Po çfarë ndodhi? Pra, kur ju keni dorëzuar dhe keni plotësuar dosjen me dokumentacionin e nevojshëm dhe jeni në pritje të pajisjes me dokumentin e pronësisë, ju komunikohet diçka tjetër. Pra, dhe më thonë, procedurën e ndoqa siç më thanë ata, pagesat i bëra të gjitha siç ata i kërkuan, disa pagesa, dhe në fund me dhanë një përgjigje, me thanën,
ajo nuk është përgjigje shtërruese, po ishte një përgjigje blokuse. Juve nuk jeni legjitim të kërkoni këtë pronë nëpërmjet kësaj mënyre, por ju duhet ta kërkoni nëpërmjet personit që mban aktin e marrjes tokës në pronësi. Ju ishit në dieni që kishte për atë parcel, sipërfaqe toke, ka pas një përfitues të aktit të marrjes së tokës në përdorim apo në pronësi? Keni qenë në dieni? Po e kisha në dieni sepse unë ja kam ble atij personit dhe këtë akt unë ja u dërgova dhe akshës. Po. Pra gjithë praktikën, si që kërkon të ligji, ja dërgova. Dhe unë, të them drejtën, unë nuk e nisa të dhoj problemit për veten time, po shikoj që është një fenomen se nga bitëdimet që kemi ba me njerëzit e kontaktet, po ndigjon që janë me mia ose me 10.000 dokumentat të tilla, sepse në ligj... Për ta kuptuar, zoti Vucaj, pra ka me 10 familje që janë në kushtet që jeni ju, që do të thotë ka nisur procesin apo procedurat për të pajisur me dokument pronësie për sipërfaqen e tokës që kanë në posedim, edhe ndërkohë edhe duke dërguar në to, le të themi, edhe një dokument që provojnë që kjo është një tokë e blerë nga një familje e mëhershme që e ka pas aktin e marrjes së tokës në përdorim ose në pronësi, por pavarësisht kësaj, pra që mund të kemë plotësuar dokumentet, kanë plotësuar dosjet, sot hasen sërish në pikën 0, pra janë në pikën 0 duke diktuar nevojën që procesi të nisë nga fillimi. Avokate, sa normale është një procedurë e tillë? Pra, fakti që ju është kërkuar dokumentacioni i nevojshëm qytetarëve për procesin e regjistrimit fillestar, edhe ndërkohë pas plotësimit të dosjes, dhe në kushtet kur duhet të bëjë pajisja me tapi, gjenden në pikën 0, që do thotë do duhet ta ribëjnë procesin nga e para dhe në këtë rast jo me kadastrën, por me familjen që mund të zotëroj, dhe sot është e vështirë dhe ta gjurmosh një familje që mund të ketë pasur aktin e marrjes së tokës në përdorim, në pronësi. Në fakt është e vërtet që ka një problematik të përcaktuar shprejmisht në pjesën e legjitimimit të subjektit aplikues që lidhet me VKM-n e 2020-ës. Pra dhjetorit të 2020-ës është VKM-ja që përcakton gjithë procedurën dhe vlefshmërinë e aktit marrjes tokës në pronësim, mbasi ka shfrytëzuar gjithë ato akte të mëparshme VKM-t, pra po flasim për akte nënligjore, të 2015 ka qenë e fundit. Pra ky rregullim dhe ky përcaktim në fakt ka një problematik që në gjykimin tim sjell për pasojë më pas edhe keq zbatueshmërinë ose keq interpretimin e kësaj dispozite, e cila përcakton që legjitimimin e kanë vetëm subjektet të cilët kanë aktin e marrjes së tokës në pronësi, pra e kanë marrë apo e kanë duplikat apo aplikojnë dhe origjina e tyre e pronës duhet të provohet e tillë që këta subjekte, pra të kenë qenë familje bujqësore, të kenë qenë në vitin 2091 në pjesëtar apo themelues të ish kooperativave në atë kohë, pra në vitin 91, dhe të gjitha këto elemente përcaktojnë dhe përjashtojnë ato subjekte që mund ta kenë fituar, pra palët e treta, të cilët mund ta kenë marrë mbi bazën e aktit marrjes tokës në pronësi nga subjekti origjinës, pra nga ai që ka disponuar pronën, pavarësisht se nuk ka certifikatën e pronësisë, por ka një element që disponon këtë pronë, e gëzon dhe sepse elementi i pronësisë hyn tek posedimi i pronës, te disponimi dhe te përdorimi i saj. Pra madje kodi civil parashikon që ti në momentin kur si individ apo si subjekt që ushtron të drejtën e pronësisë në mënyrë të qetë dhe të pandërprer brenda një 20 vjeçari, ti mund ta fitosh të drejtën e pronësisë me një kërkesë në gjykatë për të vërtetimin e faktit juridik që ti ke ushtruar dhe je sjell si pronar, e ke investuar mbi këtë pronë dhe do të fitosh të drejtën e pronësisë dhe do regjistrohesh si pronar i kësaj prone. Nëse nuk ka pretendime, kuptohet ndaj palëve të treta. Pra në këto kushte unë gjykoj që përcaktimet e legjitimimit që saktëson VKM-ja është kufizuese dhe sjell një problematik serioze aktualisht në zbatueshmëri nga ana e ASHK-s. Burimi është është përcaktimi që bën vendim i marrë në 2020? Po, sepse ka pasur dhe këto janë evidentime për shkak sepse procesi tani është gati, sigurisht që ka shumë problematika, por gjatë këtyre viteve, nga viti 2021, 22 dhe 23 ka pas një
proces më normal, që le të themi që u realizuan, u certifikuan ato tokat cilat ishin drejt për drejt dhe legjitimoheshin subjektet kërkuese. Ndërkohë aktualisht nuk është parashikuar në dispozitat e VKM-s, që në gjykimin tim si eksperte duhet që të përcaktohet dhe kjo lloj kategorie, sepse ka shumë toka dhe sipërfaqe toka që kanë kaluar personave të tretë dhe janë të legjitimuar si subjekte të pronësisë. Pra, nuk mundet të pretendojmë sot që mbas 30 vjetësh themi që shif se është bërë një veprim juridik me një akt notarial të dikurshëm që vetë shteti e ka njohur e ka regjistruar, pra sepse janë akte publike notariale, dhe që disponohen nga subjekte të tretë, kanë gjithë të drejtën dhe autoritetin për të legjitimuar si subjekte që duhet të pajisen me certifikatën e pronësisë. Dhe në këtë moment ne kemi një ngërç interpretimi ligjor, pra në gjykimin tim, nëse e lexon dhe interpreton VKM-n, përcakton subjektet legjitimues, pra kush ka të drejtë që të bëj aplikimet përkatëse. Por unë shoh edhe një problem tjetër që në momentin kur bëhet aplikimi, nuk mund të arrish dot të paguash tarifat përkatëse kundrejt shtetit dhe më pas të kesh një përgjigje negative. Pra, vetë duket si një papërgjegjshmëri institucionale që vetë ASHK-ja si organ kompetent i ngarkuar për zbatueshmërinë e gjithë këtij procesit të tërë regjistrimi, shoh një mungesë eficience dhe një mungesë përgjegjshmërie, sepse në momentin kur nuk legjitimohet subjekti, nuk mund të paguajë asnjë qendark lek shtetit, sepse ti thua që unë mbi bazën e kësaj VKM-je legjitimoj këta subjekte dhe personat e tretë ose duhet të hyjë një interpretimi, pra vetë ASHK-ja ka të drejtën që të nxjerrë disa udhëzime përkatëse në zbatim të VKM-s, që nuk bie në kundërshtim me të, pra do një iniciativë dhe një rregullim të posaçëm me qëllim që kjo lloj situate dhe ngërçi ligjor, pra edhe pse të mundet të zgjidhet në vendimin e 2020-s ka dhe ligjin, sepse u ndërmor edhe ligji për ligji 2020 përcakton gjithë procesin kalimtar, jo vetëm të tokave bujqësore, por të gjitha formave tjera të fitimit të pronësisë. Pra është një ligj ombrell, një ligj, po. Dhe gjithë problematika dhe mënyrën e zgjidhjes posaçme ka akte nënligjore të cilat rregullojnë zgjidhjen e saj, që institucioni që ngarkohet me përgjegjësinë dhe kompetencën është ASHK-ja. Dhe ASHK-ja si një organ i posaçëm që është dhe i specializuar, pra ka jurist, ka topograf, kartograf, dhe jo vetëm që është një organ shumë i specializuar, por nga ana tjetër ka një përgjegjësi shumë të madhe në raport me gjithë këtë proces i cili përcaktohet dhe në VKM, sepse VKM është detajuar dhe përcakton jo vetëm rregullimin, aplikimin si subjekte, por përcakton dhe nëse ke mungesë mund mos kesh aktin e marrjes në pronësi tokës, sepse dikur ne dim shumë mirë që në 91 dhe në vazhdim shumë akte shtetërore jo vetëm që nuk janë administruar siç duhet dhe nuk gjenden. Pra edhe lëshimi i duplikateve nga institucionet që lidhen me organet e njësive të qeverisjes vendore kanë pasur problematika sepse nuk ekziston thot akti dhe nuk gjenden. Pra është fakt që e gjendur në këto kushte, Agjencia e Kadastrës do duhet dhe duhet të adresojë këtë problematikë për ta zgjidhur, për ta zgjidhur si një fakt që ka ekzistuar në 30 vite më parë, dhe në këto kushte edhe nëse nuk do ishte ligji 7501, një individ, një qytetar, një fermer që e përdor tokën edhe pa e pasur pronë të vetëm, por që nuk është pretenduar nga asnjë subjekt tjetër si palet tretë gjatë këtyre 30 viteve, ai legjitimohet që sot të mund të konsiderohet pronar i ligjshëm i saj, sepse ka dhe një formë tjetër që e përmenda dhe në fillim, që është një formë është legjitimohet që çon një kërkesë për vërtetimin e faktit të përdorimit të pronës në gjykatë dhe ajo regjistrohet dhe ai bëhet pronar i ligjshëm me certifikat në pas ligjit, domethënë. Nuk di nëse e kam zotin Vuce? Po, ju dëgjoj. Keni diçka për të shtuar mbi ato çfarë buri në dukje avokatja në studio, lidhur me këtë problematikë që e ka zanafillën apo burimin në 2020 me hartimin e ligjit dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, pra faktin që vetë VKM-ja përcakton që duhet jesh posedues i AMTP-s për të përfituar titullin e pronësisë, pra tapin dokumentin e pronësisë, në të kundërt ose trashëgimtarët e tij, pra duhet të lidhet rrethi i trashëgimtarëve të familjes bujqësore. Atë, nëse më lejoni, mund të shtoj diçka. Unë nuk jam jurist, por do flasë edhe në kjo të bëj edhe në një gabim, mu më lejohet. Patjetër.
ftesa nuk ka qenë si jurist, por si një personi prekur, le themi, nga ligji dhe ndryshimet e bëra. Po, në zbatim të ligjit 1111, 2018 për kadastrën specifikisht, në neni 24, i ka dësuet, pa asnjë ekuivok, aktet notariale, aktet gjyqësore, përmarisore, administrative, etj. Duhet të regjistrohen. E detyrim. Dhe në nenin 26, po të këtij ligji, thuhet shprehimisht, Agjencia Shtetore e Kadastrës nuk regjistron një pronë me këto lloj dokumentash në 2 raste. Rasti i parë, kur identiteti i personit ka probleme në dokumenta, dhe së dyti, pozicionet gjeografike të saj sipërfaqe e tjerë nuk janë të përcaktuara. Fjala vjen verim, jug, linje, prendim, gjitha këto që i kërkon ligji. Dhe bazuar në këto dy nene të këtij ligji dhe bazuar në dokumentin që unë kam token në pronësi, sepse unë mund të them që kur ke një akt notarial do të thotë ke ndryshu dhe statusin e pronës. Pa prona kalon nga një person në një person tjetër me kjo është një akt civilo juridik, nëse e kam në rregull. Dhe nuk duhet ta pengojnë. Me duket pak si çudi, duke patur të shkruar këta 2 nene, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, duke i patur të shkruar dhe duke e ndjek gjithë procedurën si të ajo kërkon dhe si mas ligjit, dhe thot jo, nuk legjitimohet. Prandaj mendoj që nuk e di se me çfarë është çështja që ka zbatim, mos zbatim le themi të ligjit, në këtë rast më shumë se sa mos adresim. Pra, është tjetër gjë të shkruhet dhe të mos zbatohet, dhe është tjetër gjë ajo që ne diskutuam që nuk është fare dhe ka nevojë që të ketë një përcaktim të ri, pra të rishihet kjo bazë ligjore në mënyrë që të krijohet hapësirë edhe kësaj kategorie që mund të jetë në këto kushte që të pajiset me dokumentin e pronësisë. Pra, ju gjykoni që më shumë se sa mungesë ligjore është mos zbatim i këtyre përcaktimeve që janë bërë në ligj, apo jo? Po, nuk është fare mungesë për mu ligjore, sepse ligji është shumë i qartë dhe i saktë, dhe instrumenti për ta zbatuar këtë ligj është shumë i mirë nëpërmjet i Albanias, ta është procedurë dhe nuk mund të njëjë. Por, në fund të produktit janë ca njerëz pas kompjuterave, që kur marrin venimin, për venimin tim, janë papërgjegjshëm. Mund ta sqaroj nëse nga ana teknike? Ka një element, është e vërtet referimi që çdo akt notarial, çdo kontratë, çdo veprim juridik që lidhet me kalimin apo me ndryshimin e titujve të pronësisë, patjetër që ASHK-ja është autoriteti që bën regjistrimet përkatëse në përputhje me ligjin dhe në përputhje me përcaktimet e sakta që bëri zotëria më parë. Por, ka një element. Ligji në vetë vete, ne po flasim për një proces specifik që lidhet me regjistrimin e tokës bujqësore. Dhe rregullimi i posaçëm që lind si rezultat jo vetëm i zbatimit të ligjit në pikpamje të përgjithshme, por zbatimi real është sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të vitit 2020, që do të thotë në momentin kur VKM-ja nuk e ka të përcaktuar atë targ subjektesh të shprehur në mënyrë eksplicite në VKM, atëherë automatikisht amulli krijon problematik në pjesën e legjitimimit dhe nga ana tjetër ty vet ASHK-ja nuk po të thotë që shif se unë nuk ta regjistroj këtë, por nga ana tjetër ka një problem serioz në lidhje me zbatimin, sepse asnjëherë nuk do të zbatohet, asnjëherë nuk do të regjistrohet kjo pronë, asnjëherë nuk do të marrë certifikatën e pronësisë, nëse ja ta mbaroj ata. Pra, nëse në këtë VKM specifike që lidhet me origjinën e pronës, që është ligji 7501, nuk përcaktohet në mënyrë eksplicite që nuk legjitimohen vetëm ata subjektet cilët origjinën e kanë nga bashkësia e familjes bujqësore, por dhe ata persona të tretë. Pra, duhet shprehet në mënyrë eksplicite me qëllim që vetë zbatuesi
i këtyre akteve të mund të jetë i qartë në legjitimimin e subjektit, sepse çfarë ndodh? Referimi në ligj në rastin konkret nuk mund të ta bëjmë në qoftë se ne kemi një referencë VKM-je. Pra, vendimi i Këshillit Ministrave është përshkrimi detajuar i mënyrës së zbatimit i kriterijeve përcaktuese në përputhje me parimin e përgjithshëm që ti çdo akt do ta regjistrosh, por forma se si do ta regjistrosh dhe a i referohet asaj origjine të pronës të cilën i referojmë kësaj VKM-je, apo do t'i referojmë një origjinë e pronës që lidhet po them me shitblerjen e pronës, që do të ketë një rregullim tjetër dhe një regjistrim tjetër të ligjit. Pra, nga pikpamja procedurale, kjo VKM përcakton këtë formë origjine të pronës. Pra, ligji 7501, nëse do bëhet aplikimi përkatës dhe plotësimi dokumentacionit dhe legjitimimi, patjetër që subjekti regjistrohet me këtë origjinë prone. Pra, sepse pronësia gjithmonë ne nuk i referojmë vetëm si akte që shiko se kam një akt notarial dhe duhet ta regjistroj, se kjo në parim jemi shumë në rregull, duhet ta regjistrojmë, por ligji në vetvete nuk është i zbatueshëm nëse ne nuk i referojmë VKM-s përkatëse. Dhe nëse VKM aty nuk ta përcakton, atëherë automatikisht ti nuk zbaton. Çfarë hapësirash kanë ato familje që mund të gjenden në kushtet edhe që gjendet sot zoti Vucaj, që do thotë e kanë kryer të gjithë këtë procedurë dhe në këtë pikë, le të themi, të procesit gjenden sërish hapapas, që do thotë nuk ka asnjë orientim mbi praktikën që duhet të ndjekim përveç se ju komunikohet që duhet që këtë, le të themi, të ulen në diskutime me ato të cilët posedon aktin e marrjes së tokës në pronësi. Tani, çfarë zgjidhje kanë këto qytetarë përveç se faktit që ju i mëshuat, që kjo gjë duhet të zgjidhet me ligj. Pra, aty ku përcaktohen kriteret, duhet që të shkruhet, të përcaktohet dhe të shprehet qartazi që pjesë e procesit do t'jetë edhe kjo kategori që të drejtën për këtë pronë e ka fituar nga palë, pra që janë palë të treta në proces. Tani, në këto kushte që jemi, vetë privatisht, personat të cilat kanë fituar, le të themi de facto të drejtën e pronësisë, por që nuk disponojnë një certifikat pronësie, dhe origjina e pronës është akti i marrjes tokës në pronësi bazuar mbi ligjin 751, jemi në kushtet që do duhet që të gjejmë trashëgimtarët e subjektit përfitues ose vetë subjekti nëse jeton, dhe ky subjekt të mund të realizojë pjesën e aplikimit. Pra, gjithë procedura e flas në këto kushte që jemi sot. Në këto kushte, pra pa u ndryshuar asnjë akt. Pra, kjo e vështirëson sigurisht dhe i cënon dhe të drejtën palës së tretë, patjetër që duhet të ishte parashikuar dhe si situatë ligjore, sepse është situatë fakti që ka ndodhur këtu e një sër vitesh, megjithatë jemi në këto kushte që do duhet që vetë aplikimi dhe vetë legjitimimi duhet të ketë origjinën nga personi të cilën ja ke marrë pronën. Pra, kthehemi tek subjekti i cili dispononte aktin e marrjes tokës në pronësi dhe në këto kushte të bëhet, le të themi, një rikthim, një riaplikim nga e para, kundrejt kritereve të përcaktuara dhe sipas ligjit. Zoti Vucaj, besoj u njohët me zgjidhjen që ofron avokatja në këto kushte, pra në kushtet që jeni ju. Sa e vështirë do të jetë pikërisht gjetja e personit që posedon aktin e marrjes së tokës në përdorim, për rastin tuaj konkretisht? Atë nëse më lejoni, unë do të them diçka. Po. Mendoj që problemi ligjërisht plotësisht i zgjidhshëm dhe shumë i saktë. Sepse unë kur kam aplikuar në bazë të aktit notarial të blerjes, kam aplikuar në AQK edhe kam aplikuar mbi bazë një procedure, të cilën këtë procedurë ata e kanë miratuar në bazë të venimit të qeverisë. Dhe kjo është për mua krejtë qartë. Okej, atëherë le të supozojmë diçka tjetër. Unë nesër do shkoj në gjyq. Pastaj do shkoj në gjyq, supozojmë. Dhe me njëherë, jam shumë i bindur 100%, gjykata sa po të shikojnë një procedurë që unë kam aplikuar bazuar në ligj, tërësisht, në dy nene, do ma japë vendimin. Okej, do marrë vendimin dhe do shkoj të akshe prapë, dhe akshe do më thotë, jo thotë, sepse është akt gjyqësor. Jo. Pra, akti gjyqësor, akti notarial, pra nuk besoj se
ka problem ligjor, nuk ka problem njerëzor. Pra, ju gjykoni që edhe akti... Edhe vendimi gjykatës nuk do zbatohet. Është i detyrueshëm. Jo, alibi për mos regjistrimit? Jo, besojmë që do shkojnë deri aty institucion? Jo, vendimit e gjykatës janë të detyrueshme dhe vetëm formalisht zbatohen, ndërkohë që aktualisht jemi në kushtet e shqyrtimit administrativ, pra ASHK-ja i ka hyrë një shqyrtimi administrativ që në gjykimin tim në fakt duhet që ti hysh shqyrtimit administrativ dhe ta legjitimosh subjektin dhe ti pranosh tarifën dhe të pranosh dokumentacionin, do të thotë që ti e ke legjitimuar që në hapat fillestar. Pra, le të themi që ka bërë gjysmën e procedurës dhe ka arritur pastaj duke u shqyrtuar nga grupet nga vlerësuesit përkatës, kanë konkluduar që ne nuk mund të legjitimojmë sepse përjashtohesh dhe duhet subjekti i origjinës, pra pronari i origjinës pronës. Dhe në gjykimin tim, ju patjetër që po t'i drejtojeni gjykatës, do ta regjistroni pronën, sepse dhe paralelisht ju mund të regjistroni këtë pronë që e gëzoni dhe posedoni për shumë vite edhe në një forum tjetër që unë e shpjegova në fillim që janë parashkrimi fitues, pra me mirë besim ose me keq besim si pas rastit. Pra çdo forum që do ta paraqitesh në gjykat për ta fituar dhe ta disponuar të pronë, patjetër që legjitimohesh dhe gjykata do të jetë pozitive për këtë gjë. Dhe akti i gjykatës i regjistrimit do të regjistrohet me detyrimisht te ASHK-ja dhe nuk do të ketë asnjë lloj pretendimi, këtë ju garantoj, sepse regjistrimi i vendimit të gjykatës është një akt formal nga ASHK-ja. Verifikon vendimarrjet përkatëse dhe është e detyruar që të zbatojë vendimet e gjykatës. Ndërkohë që aktualisht në këtë proces konsiderohet një proces administrativ që vetë ASHK-ja si autoritet kompetent detyrohet që të hyjë një shqyrtim të thelluar për të vlerësuar nëse jemi në kushtet që do të përfitojë, ka përfituar ky subjekt, ka qenë subjekt i ligjit 751 dhe si ka ardhur prona, pra me çfarë dokumentacioni dhe plotësimet përkatëse. E qartë. Nuk pajtohet me këtë zoti Vucaj, por... Këto janë kushtet. Për fat keq... Jo, normalisht nuk mund të pajtohem, sepse ligji e ngulkon përsëri. Nuk ka as venim qeveriet, as venim ministrit, as i kërkuar që del mbi ligjin. Ligji thot, akti notarial regjistrohet dhe ka taksative në nenin 24.2. Po jo në këtë forum, jo si pas se origjine, pra. Tani çështja është si t'i japim zgjidhje, sepse në parim mund të bijem gjithë dakord, po çështja është si mund të zgjidhet problemi. Unë personalisht nuk e kam ngritur shumë për vete këtë problem. Patjetër, unë e vlerësoj shumë edhe faktin që ju na keni shkruar duke e parashtruar, sepse duke sjellë në vëmendje, sigurisht, rastin tuaj synohet që ky problem të shihet edhe më gjerë, pra të shihet edhe në raste të tjera të ngjashme, pra që mund të përballen me këtë problematik dhe sot janë në udhkryq, pra pa marrë një përgjigje le të themi dhe pa ditur se si të veprojnë për çështjen e tyre. Unë ju falenderoj zoti Vucaj. Kënaqësi që ishit. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më dhatë. Gjithë mirë. Faleminderit. Juliana, po ashtu faleminderit, kënaqësi që ishte me ne. Faleminderit Ada. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë sërish nesër në orën 16:00 deri atëherë kaloni sa më mirë. Mirë takofshi.